Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e librit Mesazhi Ibn Kaimit rahimahullah, drejtuar të njërit prej vëllezërve të tij. Jemi duke folë për nivelet apo pikat që duhet të plotësoj njeriu në mënyrë që ta shijojë namazin edhe të kënaqet me namazin e vet, që namazi cilën e falim të jetë burim i lumturisë, qetësisë, rahatisë shpirtërore. Edhe siç e cekëm vëllezër dersën e kaluar Ibn Kaimi rahimahullah, ne i ka përmend 6 pika që na duhet patjetër me ndërmarr nëse dëshirojmë me shiju namazin edhe me u kënaqë me namaz kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Në dersën e kaluar vëllezër e morëm sinqeritetin. Pra e para ishte sinqeriteti, edhe tham el-ikhlas, që njeriu me namaz mos me dëshiru dikon tjetër përveç se Allahu subhanahu wa taala. Pra mu fal vetëm për hir të Allahu subhanahu wa taala. Jo për përfitime dunjas, jo për syfaqësi, jo për famë, dëshirë për famë, jo pse përfiton diçka nga ana materiale. Po qëllimin e ka falet për hir të Allahu subhanahu wa taala, shpreson shpërblimin e Allahut, frikohet prej dënimit të Allahu subhanahu wa taala, edhe e don Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye e fal namazin. E niveli i dytë vëllezër që na ka sjellë Ibn Kaim rahimahullah është as-sidqu. Nëse dëshirojmë u kënaqë me namazin ton, krahas sinqeritetit që e kemi ndaj Allahu subhanahu wa taala, duhet ta kemi edhe atë që quhet as-sidq, pra vërtetësia. E dallimi mes tyre dy është shumë i holl. Pra e para l-ikhlas, sinqeriteti është tauhidul murad, do të me njësu atë që e ki për synim, që e synon me këtë adhurim, e që është pra vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nëse ka as-sidqu vëllazër, vërtetësia është tauhidul irada. Do thotë kur ti e njëson çat dëshirën tënde, vullnetin ton. Do thotë kur ti këtë dëshirat që i ki, ambicjet që i ki, i drejton vetëm ka Allahu subhanahu wa taala. Kur ti e zbraz zemrën nga çdo gjë tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, edhe fokusohesh vetëm me një drejtim, që e dëshira jote me kanë vetëm një, ajo është Allahu subhanahu wa taala, edhe këtë namaz që e bën me e fal në formën më të mirë, më të përkryer të mundshme. Çka do të prashë as-sidq. Pra el-mukhlis, ai që është i sinqert, vëllazër, thot me namazin e tij, me adhurimet e tij e synon vetëm njërin, e ka si synim vetëm një. Ai është Allahu subhanahu wa taala. Pastaj tregohet i vërtet. Tregohet i vërtet në këtë synim që e ka. Dhe dëshirën e tij, drejtimin e tij e bën vetëm një. Që do të thotë se në zemrën e tij nuk ka ndonjë dëshirë tjetër e cila e sfidon apo mundohet me e largu atë dëshirën e tij finale, kryesore, madhështore që e ka, e që është më kthy drejt Allahu subhanahu wa taala. Shkëllë të prash dallimi mes el-ikhlas edhe me sidq. Pra sidq vëllazër është që me përmbledh me pak fjalë ana jote e brendshme edhe ana jote e jashtme me kanë njëjtë. Ta tash na seron dhe Ibn Kaimi rahimahullah thot wa huwa an yufrigha qalbahu lillahi fiha. Çka është kjo as-sidq? Me kanë i vërtet namaz, krahas asaj që me kanë i sinqert, duhet me kanë edhe i vërtet. E çka është kjo me kanë i vërtet? Po thot me e zbraz zemrën tënde namaz për Allahun. Veç për Allahun. Do thot mos me pas në zemrën tënde diçka, qoftë dëshira, qoftë gjëra tjera që e largojnë zemrën nga Allahu subhanahu wa taala. Mirë po të gjitha janë çka të përqendrume, të bashkume vetëm në drejtim. Ai është Allahu subhanahu wa taala. Andaj si rezultati i kësaj, ti me gjithë qenjen tënde kur je në namaz, drejtohesh vetëm ka Allahu subhanahu wa taala, me zemër edhe me gjymtyr. Pastaj thot Ibn Kaimi rahimahullah, thot wa yastafrigu juhdahu fi iqbalihi fiha ala Allah wa jam'i qalbihi alayh. Edhe as-sidq, vërtetësia namaz do thot me e jep mundin, krejt mundin që e ki,
që gjatë namazit me kanë si shtami kthym vetëm ka Allahu subhanahu wa taala, edhe zemrën me e pas të fokusume, drejtume vetëm, të përqendrume vetëm te Allahu subhanahu wa taala. Pasi kjo është tauhidul irade që thamë. Do thot me e tubu zemrën tane, me e mbledh zemrën tane, mos me lan zemrën me të ik. Po me fokusu, me përqendru zemrën vetëm te Allah. Do thot kur je namaz, mos me toleru, mos me leju që mu shpërqendru nga gjërat e ndryshme që i vijnë njerit mendje, që mundohet me të largu, me të shpërqendru prej Allahut dhe me të hutu. Por zemrën tane e përqendron vetëm tek një dëshire vetme, dhe një drejtimi vetëm. Ai është Allahu subhanahu wa taala. Mon se si me kanë i drejtum tërësisht drejt Allahu subhanahu wa taala. Edhe tjetra çështja e sidqu vëllazër thotë Ibn Qayyimi, wa iqa'iha ala ahsani alwujuhi wa akmaliha. Për vërtetësisë, çka do të më kanë i vërtet namaz, me jep mund njeriu kur falet, që kur ta fal namazin, me fal në formën më të mirë të mundshme dhe më të plotë mundshme. Do brenga kryesore e këtij njeri vëllazër, që është i vërtet në namazin e vet, është qysh me e fal namazin më së miri. Qysh me e plotësu namazin e vet. Qysh me e fal në formën më të bukur, më të mirë. Çfarë vëllazër vrem se ka dallim madh mes këtij personi, këtij që ka këtë ambicie kaq të lartë namaz, kur del para Allahu subhanahu wa taala, edhe tjetrit i cili zemrën e ka të mbushur, edhe pse del para Allahu subhanahu wa taala namaz, zemrën e ka të mbushur tërësisht me gjëra që e largojnë prej Allah. Edhe ja shpërqendrojnë mendjen në namaz, nuk e lajnë mu përqendru te Allahu. Pra zërpa, brenga e këtij personit parë, çka është? Me e plotësu namazin, me fal namazin në formën më të mirë. Ndërsa brenga e këtij tjetrit, i cili ka zemrën e mbushur për plot me gjana që është përqendruar e largojnë nga fokusimi dhe koncentrimi në namaz, brenga e tij kryesore çka është vëllazër, qysh me e kry sa më shpejt. Qysh me e hek qafër sa më shpejt. Edhe mu liru prej tij, se i doket si barr shumë e rënd. Pse se namazi vëllazër për këtë njeri, dikush mund të më thonë qysh ka mundësi kështu muslimani me vepru, kur namazi është lidhja jote kryesore që e ki me Allahun. Ti bisedon, siç e kemi marrë këtë libër, kur je namaz bisedon me Allahun. Po disa njerëz pra brengen e pas kanë çkave qysh me u fal sa më shpejt, edhe me hjek qafësh namaz. E pse lind pyetja pse kështu vëllazër? Sepse shikone, namazi për këta njerëz është vëllazër çka pengesë për me arrit ato gjana që ai ka në zemrën e vet. Do thotë ky tash në zemrën ka mbushur me lloj-lloj gjana, me lloj-lloj mendime. E tash kur u hin namaz, i doket se namazi po e pengon që mos me mendu për ato gjëra, mos me i realizu ato gjana që i ka në zemrë. Andaj dëshiron sa më shpejt mu liru prej namazit, që mu kthyti dunja Allahu i vet, te që ato gjana që i ka në mene. Por sikur gjendja ati që thot, nuk thot e rihna biha, si që ka thamë pejgamberi sa, na qetëso me namaz o Bilal, mirë po që thot, e rihna minha, hish na qafësh dhe sa më shpejt. E që kjo vëllazër tregon se ku është defekti të këta njerëz, mungesa e kësaj që bëna përmend këtu Ibn Qayyim vëllazër në këtë libër madhështor, në këto këshilla ati çmueshme, defekti është te mungesa e sidq, nuk kanë vërtetësi në raport me Allahun subhanahu wa taala. Nuk kanë vërtetësi, do namazin që do ta marrim me falin çka vetëm si lvizje të jashtme trupit, nuk e përjeton me zemrën e vet. Andaj në momentin që ti realizon shtat që po na mëson këtë Ibn Qayyim rahimahullah, edhe e mbush zemrën tane me vërtetësi, edhe vërtetësia ndaj Allahu subhanahu wa taala zëvend zemrën tane, atëherë nuk i me dëshiru diçka tjetër kur je namaz përveç Allahu subhanahu wa taala. Dëshira jote vetëm me namaz është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nuk i me pas më në zemrën tane gjëra që ty ta angazhojnë zemrën dhe shpërqendrojnë. Mirë po krejt që ato që a i ki në zemrë dhe shka zbehen, zhduken, edhe dëshira jote vetë me fokusohet vetëm drejt një drejtimi.
Allahu subhanahu wa taala, e zbraz zemrën për Allahu subhanahu wa taala. Edhe je, si shtam breng kryesore e ki, qysh me plotsu namazin të. Kjo është e ambicia jote, brenga jote, ajo që atë brengos, qysh me e fal namazin sa ma mirë, qysh me e ba rukun sa ma mirë, qysh me e ba sejdën sa ma mirë, qysh me i plotsu shtyllat e namazit, qysh me i plotsu obligimet e namazit, sunetet e namazit. Ndërsa nësa është tjetra, Allahu na ruaj, si që kemi marrë dhe nderset e kalume, edhe shohim këta vëllezër defektet të njerëzit, kur falet, si shuar në hadith, falet dhe mbanë si kur qokit, zogu, dhe mbanë kur i merë ato kokrat, shpejt. Nuk ka qetësi namaz, nuk ka rahati namaz, sepse dëshiron, mu liru sa ma shpejt për i namazit. Edhe nëse i ndonë më falë në gjami edhe imami pak e zgjatë namazin, që kemi thonë, me njerë që ka mërzitet, lodhet, mërzitet, dhe më hanë që ka e kaplon monotonia, sikur kur është namaz i duket sikur kur është me një vend nxehtë, duke qëndruar mbi gaca, që menzi spret do të thonë çka, mu largu prej atij vendi. E sebepi vëllezër çka është shkaku, thume shumë e thjesht. Zemrën e ka të mbushur me qasi gjana që është përqendrojnë prej Allahut, nuk ka mujt ende me arritjet nivelin e sidqut, vërtetësisë, domthonë me fokusu zemrën e vet me një drejtim, që më këthuj vetëm ka Allahu subhanahu wa ta'ala gjatë namazit ti. Pra zë du të me pas parasysh këta, më për qashtjeve më të rëndësishme e më madhështore është që namazi ytë që e bon, me pas një namaz për ullësi edhe pranit zemrës. Nëse dëshiron me arrit që atë nivelin që për në përmen këtë Ibn Kaimi rahimahullah që mu knash me namaz, me shiju namaz. Mu qetësu, namazi me kanë burim i rahatis, qetësis edhe knaqësis tanë, rahatis shpirtërore. Pa tjetër pra du të me ndërmarë këta hapa që përna i përmen këto Ibn Kaimi rahimahullah. Tash në asëram dhe Ibn Kaimi më tutje thot fe inna salate laha dhahirun e batë. Thot sepse namazi thot e ka formën e jashtme, mirë po thot e ka edhe formën e brendshme. Formën e jashtme edhe formën e brendshme. Qa do thot kjo? Thot fadhahiruha al-af'alu al-mushahada wal aqwalu al-masmu'a. Ana jashtme thot e namazit janë veprat që i shohim, edhe fjalët që i dëgjojmë. Kjo është ana jashtme e namazit. Do thot lvizjet që ai bajmë brenda namazit, rukuja, sejdja, ulja, në teshehud, ulja mes dy sejdave. E kështu me radhë. Fjalët që dëgjohen, leximi i Kur'anit, dhikri, tasbihu, falënderimi ndaj Allahut, lutje, gjitha këto. Mirë po, e ka dhe anën e brendshme vëllezër namazit. Thot wa batinuha, çka është ana brendshme, çka që duhet mu fokusuar në ato, thot është el khushu'u, për ulja, wal muraqaba, edhe me ditë se je para Allahut, Allahu po të sheh. Wa tafrigu al qalbi lillah, edhe me ezbra zemrën para Allahu subhanahu wa ta'ala, mos me lan dikon zemër tjetër përveç Allahut. Wal iqbalu bi kulliyatihi ala Allahi fiha, edhe me tërë qenjen tane mu drejtu ka Allahu kur je namaz. Bihaythu la yaltafitu qalbuhu anhu ila ghayrihi. Dhe çfarë fjali e madhështore, thot dhe në atë mas që zemra njerit kur është namaz mos me anu ka dikush tjetër përveç Allah, do mos mu largu prej Allahut e me anu dikun tjetër. Çka do të thotë kjo e sidq, çka është vërtetësia namaz? Qështu nëse falesh, atëherë e ka arrit këtë nivel. Do thotë synimi yt, dëshira jote është çka? Vetëm Allahu subhanahu wa taala. Në drejtim e hi, nuk e lën zemrën me të shpërqendru. E zbra zemrën nga gjitha ato problemet, përditshmëritë që ai ki, edhe fokusohesh vetëm te një gjë vetme, si me fal namazin ashtu siç është më së miri, edhe drejtohesh vetëm ka Allahu subhanahu wa taala. Pra po thot bihaythu la yaltafidu qalbuhu anhu ila ghayrihi. Nuk lejon domethënë që zemra jote kur je namaz mu largu prej Allahut, krijuesit ton, edhe me anu dika tjetër. E që kjo çështja është kjo ana e brendshme, thotë Ibn Kaimi, fa hadha bi manzilati ar-ruhi laha. Që kjo është vetë shpirti i namazit. Që kjo është shpirti i namazit. Do thotë që kjo ana e brendshme vëllezër e namazit, për ulja, me ditë se je para Allahut, edhe Allahu po të sheh, zbrazja e zemrës para Allahu subhanahu wa taala.
kthimi tërësishëm drejt Allahu subhanahu wa taala, që kjo është shpirti i namazit. Ndërsa thot wala af'al, që ato ana jashtme, që ato lvizje që i bën ti me trupin ton, thot janë bi manzilatil badan, janë sikur trupi i namazit. E pse po na bën këtë ndarje vëllezër ibn Kaimi tash thot fa idha khalat min ar-ruh, e nëse namazi i njerit nuk e ka qit shpirtin, anën e brendshme që po fal, po flasim për to, për uljen, kthimin drejt Allahut, zbrazjen e zemrës për Allahut. Thot kanat ka badadin la ruha fiha, me kanë si një xhenaze, një trup pa shpirt. Kështu vëllezër nuk është çudi pse njerëzit nuk përfitojnë nga namazi. Po na tregon Ibn Kaimi, pse nuk po shijojmë namazin? Pse është trup pa shpirt, vetëm lëvizje. Do thotë ju mba vetëm çka lëvizje vëllezër, ashtu e kemi bërë si rutinë. Vetëm lëvizje, ashtu dalim, lidhemi, edhe i bajmë ato lëvizje në mënyrë zakonshme, zemra është dikun krejt tjetër. Mendja është dikun krejt tjetër. Shkësht pse namazi nuk po na ndalon nga punë të këqija. Allahu thot në Kur'an inna as-salata wa aqimis salat, fal namazin, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Sepse namazi ndalon nga punë të këqija edhe të ndyta. Ndalon nga gjunat. Mirë po na po e vrem vëllezër se tek disa nuk po ndikon namaz. E defekti është kjo. Sta vëllezër na vrem se njeri nga njëherë futet namaz. Mirë po, apo futet në xhami mu fal, në xhami është vetëm me trup. Vetëm trupin e ka në xhami. Ndërsa me mendje, zemra me mendje mori shkon shka në fund botës aty. Nuk lën gjë pa mendu namaz. Edhe është interesant, në moment që e merr tekbirin fillestar fillojnë këto mendime. Në moment që imami jep selam, gjitha, do të çka largohen. Thot hyn namaz, merr tekbir, kalon i bën gjitha ato, lvizjet, tekbiret, rukut, sejdët, selamin, mirë po, nuk din kur që çka ka bë brenda namazit. Madje me vetë, çka ka lexu imamin namaz, nuk din me tregu. Thot nuk e di, thot se s'kem kanë, nuk e kam pas mendjen dika tjetër këtë. Ose me vetë çka lexove ti prej sureve brenda namazit nuk din me tregu. Po vëllezër pra del prej namazit edhe nuk kupton kur që ka bë brenda namaz. As tekbirin, as tasbihin, as duan e hyrjes namaz, as leximin e Fatihas, as leximin e Kur'anit. E çka është kjo? Siç po thotë Ibn Kaimi vëllezër, ky njeri u fal vetëm me trup e jo me zemër. Më thonë është si një trup pa shpirt. Zemra i bredh, mendimet i bredhin, do më dhanë problemet që i ka për dishmëri, tregti, pun, hale, derdë. Edhe nuk fokusohet te Allahu subhanahu wa taala. Shtoja kësaj vëllezër që pastaj e ki edhe një armik të përbetum, e që shejtani mallkum, i cili vjen namaz, siç ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe thot udhkur kedha, kujtoje këta, kujtoje ata. Edhe ti kujton disa gjana që, domethënë ndoshta ti ke qenë jashtë me shkret. Derisa thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeri falet edhe nuk din sa e ka fal namaz. I përzihen. Don krejt namazin e ka të mbushur çka me vezvese dhe me mendime. Pse se shejtani tash vëllezër çka ka dominuar mbi këtë njerëz dhe mbi namazin e tij. Për arsye është e lehtësuar vëllezër që kur të hesh në xhami, ç'a më thon, me kërku prej Allahut me të mbrojt prej shejtanit. Si të thështu bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma iftah li abwaba rahmatik, wa Allah hab me dyert e mëshirës tane. Pastaj thu a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Kërkom keni këtë lutje të mbrojë muslimanit atë gjitha kërkom prej Allahut me të ruajt prej shejtanit. Po sa të hysh në xhami. Pastaj kur të lidhesh në namaz, mas tekbirit edhe lutjes hapjes namazit, çka lejohet para se me fillu leximin e Kur'anit, Fatihas, thu a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Pse gjitha këto vëllezër, sepse shejtani
Siç ka treguar pejgamberi sa të vjen namaz, edhe mundohet me të cyt, edhe me ta hub mendjen prej namaz. Edhe ta mbush zemrën me kësi dëshira, që tham, dunjas, edhe me mendime ndryshme, edhe që me cilat mundohet me të shpërqendru. Sa e din se namazi është diçka që ti përfiton më shumë të shpirtërisht për këtij adhurimi. Andaj mundohet me ta prish ose s'pakum me ta mangësu, edhe me ta dëmtu. E maj përkushtumi vëllezër shejtani është kur lidhet njeri namaz. Siç e kam përmend dietar. Mas shumë ti e xhelozon edhe ja ka inati muslimanit kur lidhet namaz. Se e din se ajo është lidh me Allahun subhanahu wa taala. Andaj mundohet me dëmtu me çdo kusht. Përmes tyre mendime apo vezveseve çfarë do të thotë. Shumë është vëllezër çka i përkushtum këtë drejtim, e mas shumë ti është i përkushtum ndaj njerëzve që janë devotshëm. Se e din, si shtam se ata aty e kanë burimin e qetësisë dhe rahatisë shpirtërore, që aty e kanë lumturinë këtë botë edhe në botën tjetër, që aty e kanë shpëtimin. Andaj mundohet me ardhë dhe me ta prishat. Nuk lën rahat, ai është armik. Allah thot inna shejtane lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Vërtet shejtanin e keni armik, andaj trajtoje si armik. Nuk ka paqe me shejtanin, duhet me trajtu si armik. Thadhri kanë thani Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, hebrejt po thonë se na kur të falemi, se edhe ta kanë namazin e tyre lutjet, shejtanet nuk na bajnë vezvese namaz. Ka thonë të vërtetën e kanë thonë. Ka thonë wa madha yuridu shejtanu bi baitin kharib. Çka ka të bëj shejtani me një shtëpi të rrënuar? Do më ai veç i ka larguar ata nga rruga e Allahut subhanahu, nuk ka më çka mi bë vezvese. Fokusi i shejtanit ku është te muslimanët, te njerëzit e devotshëm, te ata që falen. Shtallu shejtani më shumë të jashton vezveset kujna atij njeri që është i kthym çka ka Allahu subhanahu wa taala. Mundohet me të largu përmes këtyre për rrugës të Allahu subhanahu wa taala. Po njeri vëllezër shkon në moment që ti thu, duhet me përjetu namazë me ditë çka e duke thënë. Momente që ti thu Allahu akbar. Çfarë do të thonë kjo? Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi. Pse është ligjësuar vëllezër pikërisht me këtë fjalë me hitin namaz, mu lidh namaz. Mja kujtu vetës që Allahu është më i madhi. Ti tash je para Allahut. Kur gjë tjetër s'ka më, e dal para Allahut. Allah është më i madhi, kur gjë tjetër nuk ka vlerë para madhështisë të Allahut subhanahu wa taala. Allah është më i madh se çdo gjë. Kështu që kjo është me ta kujtu që në zemër tash ti nuk duhet me pas dikon tjetër veç se Allah. Andaj e jep krejt mundin që e ki që mu fokusu edhe mu drejtu vetëm ka Allahu subhanahu. Çka është sidq? Çka është vërtetësia namaz? Edhe durt vëllazër. Kur i çon tekbirin fillestar, disa dietar kanë thënë çka është kjo? Po sikur po e hedh dunjan, domethënë mbrapa shpinën. Edhe sikur po e largon domethënë atë pengesën mes teje dhe mes Allahut, edhe po lidhesh direkt me Allahun subhanahu wa taala. Shkon në madhështinë vëllazër të Islamit. Në moment që ti lidhesh namaz, je në lidhje drejt për drejt me Allahun subhanahu wa taala. Je duke biseduar me Allahun, me krijuesin ton. Andaj për vëllezër namazi është prej gjërave që na më shumë ti duhet me e luftun to nefsin ton edhe veten ton edhe shejtanin. Në mënyrë që kur të falemi me pa zemrën e kthyme ka Allahu subhanahu wa taala, mbushur vetëm me Allahun subhanahu wa taala, larg nga gjërat që mundohen me të shpërqendruar me të largu nga namazi. Edhe kam përmend dietar një shembull interesant. Thonë ndodh që dy njerëz janë në xhami, duke e falë njëjtin namaz, njëjtin saf, afër ngjitas njëri me tjetrin. Mrapa një imami. Lvizjet, lutjet, dhikrat që i bajnë gjitha njëjtë, me një ritëm. Mirë po, dallimi mes namazit njërit edhe tjetrit është sikur dallimi mes qiellit edhe mes tokës. Pse? Pse është ky dallim vëllazër kaq i madh? Edhe pse çdo gjë është e njëjtë, do të thonë çat shikimin e parë, çato lvizjet që ai bën. Se vëllazër tek i parë, këtë ku kthehet e kjo copa e mishit që e kemi në trup. Copa e vishit shumë e vogël, e që është zemra vëllazër. Zemra. Te njani, zemra është e mbushur vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Është i përqendruar vetëm te Allahu subhanahu wa taala.
E ka zemrën e përulur namaz, andaj se rezultat i përuljes në zemrës namaz i përulin edhe gjymtyrt. Apo do në me ditë sa je i përqëndrum, sa është i përqëndrum njeri namaz, shiko se a ki zemrë namaz. Sa e ki mendjen namaz. Sa dhe janë i prej brezave të partë islamit, e ka pa një njeri në xhami duke u falë, edhe duke ba lvizje kështu, që i bajnë zakonisht disa njerë se e shesh që nuk janë koncentrum namaz, duke lviz shumë. Ka thanë, lau khasha'a qalbu hadha, la khasha'at jawarihuhu. Apo fjanë ngjashme me këto. Ka thonë, sikur për ju thëtë aty në të pranishme, a dini pse ky për i bën këto lvizje? Ka thonë, pse zemrë nuk e ka të përullun, nuk e ka mendje namaz. Sikur ta kishte mendje namaz, edhe gjymtyrët kishin më ju qetësu. Sikur ta kishte zemrën e pranishme namaz, edhe gjymtyrët kish më pas çka të pranishme namaz, kish më pas përullur. Sa vëzruan hadithe, në transmetime të sakta nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që njeri del prej namazit edhe nuk ka përfitu kur gjo prej ti. Vetëm se, për shembull ka ardhur një të 10-ën, një të 4-ën, një të 8-ën, një të 5-ën e shpërblimit, domethënë çka të namazit. Sa vëzër veprat në islam shpërblehen, sidomos namazi, shpërblehen Allahu për to, varësisht se çka ki në zemër ti. Çka mban në zemër kur e kryen atë adhurim për Allahun subhanahu wa taala. Në fund ka thënë pejgamberi sa njeri del prej namazit edhe çka nuk shpërblehet hiç për namaz, Allahu na. Do thot vetëm e ke kryer si obligim, ndërsa sevap s'ka nuk i. Edhe ka ardhur pastaj në transmetime se njeri, sa është ajo sasia që shpërblehesh namaz, apo don me ditë sa të ka shpërbly Allahu namaz, thot ma aqila mina, sa e ke pas mendje namaz. Dije veç për çata kam të shpërbly Allahu subhanahu wa taala. E kretë kjo vëllezër kthehet çka te zemra. Çka faktori i zemrës. Te zemra atij që është duke u fal. Andaj po thotë vëllezër pra Ibn Kaimi, çka ana e brendshme po thotë është sikur shpirti i namazit, ndërsa ato veprimet e jashtme thotë janë sikur çka trupi, fa idha khalat min ar-ruh kanat ka badanin la ruha fiha. Andaj nëse namaz nuk ka shpirt, është si një trup, si një xhenaze, domthonë trup pa shpirt. Pastaj vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah na jep një këshill madhështore e cila realisht duhet me kanë të tillë që neve me na lviz dhe me na lkun zemrat, edhe me largu çit pluhurin që e kemi në zemrat tona, edhe çit anën materiale që po mundohet me na mujt vëllezër. Me kanë si një lloj zgjimi, thot afala yastahi al-abdu an yuwajiha sayyidahu bimithli dhalik. Për të fjallë madhështore zot, a nuk i vjen marrë robit Allahu subhanahu wa taala, thot me dal para Allahu subhanahu wa taala me kësaj lloj namazi. Thot a nuk i vjen marrë robit Allahu subhanahu wa taala me dal para Allahut me kësaj lloj namazi. Do thot sikur po thot a nuk i turp, a nuk i marrë që kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala, para krijuesit ton, para atij që të ka kriju edhe të ka dhënë gjithçka, ti me dal para ti vetëm me trup, ndërsa zemrën dhe mendjen e ki krejt tjetër ku. Që të lidhen e vetme që e ki, që ke lidhen kryesore që e ki me Zotin ton, ti nuk po e kryen si duhet, edhe ki mend këtë tjetër ka. Realisht vëllezër njëri duhet me ardh marrë edhe turp prej Allahu subhanahu wa taala. Pra, që as-sidq, vërtetësia vëllezër është nivel shumë i lartë që njeri vëllezër duhet me i kushtu vëmendje, jo vetëm namaz, por në gjitha raportet e tij me Allahun subhanahu wa taala. Edhe mos me mendu se e ke kry ata që me cilën ka obligu Allahu subhanahu wa taala. Përkundrazi gjithmonë akuzoje veten. Gjithmonë dije se ka vend çka për përmirësim. Shkollëzër Ibrahim a.s. Zbashku me të birin e tij Ismailin a.s. që i ka urdhëruar Allahu siç e dini me ndërtu Çabën. Vazhdimisht sa kanë qenë duke ndërtu Çabën, çka kanë thënë Rabbana taqabbal minna, o Zoti ynë pranoje prej neve këtë vepër. Kanë thënë disa nga brezat e parë të Islamit, El Khalil, pra ai që është miku i afërt i Allahut, Ibrahim a.s. duke ndërtu shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala, me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala,
edhe po frikohet se apo ja pranon Allahu këtë vepër apo jo. Si është gjendja jonë vëllezër? Ka shi adhurimeve tona në raport me Allahun subhanahu wa taala. Shumë njerëz vëllezër ndihen çka të sigurt. Mendojnë se sigurt janë sigurt nga dënimi i Allah, sigurt se po më thot Allah këtë veprat na i pranon. Sigurt domethënë nga shejtani, edhe mendon se vetëm se po falet, Allah alem edhe se e falat namaz, apo si i kryen ato adhurime, mendon se ka me kanë çka prej banorëve, patjetër prej banorëve të xhenetit. Shtatë dhe kjo pika që po na përmend këto Ibn Kaimi rahimahullah shumë e rëndësishme këtë drejtim. Pra me kushtu vëmendje si as-sidq, me pas vërtetësi në raport ton me Allahun subhanahu. Ana jote e brendshme me të jashtme me ka një nivel. Andaj gjithmonë këto me pas dhe diçka parasysh. Mirë që namazi yt me ka një tillë që ty t'jep çehi, t'jep prehje, t'jep qetësi, t'jep rahati, qetësi shpirtërore, lumturi. E njerëzit vëllezër kemi cekta edhe ndërset e kalume. Ka shi namazit janë dy grupe. Një grup i cili, siç tham, kënaqet në namaz, që aty e ka rahatin edhe qetësinë shpirtërore, lumturinë, edhe grupi tjetër Allahu na ruajt, i cili mërzitet kur është brenda namazit. Menzi spret më largu prej namazit. Ndjen monotoni të madhe. E suksesi vëllezër është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Ai është vetëm i cili udhëzon njerëzit. Pozita e sidq vëllezër, sa i vërtetësisë me Allahun subhanahu wa taala është pozitë madhështore, edhe pozita e saj në fe është shumë e lartë. E Allahu, ajo na jep me kuptu këto është se Allahu në Kur'an i ka nxit njerëzit që mu pajis vëllezër me këtë cilësi. Thot Allahu ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O besimtar, keni frikë Allahun edhe jeni me ata që janë sadiqin, njerëz të vërtetë. Po ashtu ka treguar vëllezër Allahu në Kur'an se kjo niveli as-siddiqie është niveli i më i lartë më njëherë mas nivelit profecisë. Thot fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alehim minan nabiyyin was-siddiqin. Kur i përmend dhan banorët e xhenetit, thot kanë me kanë me ata të cilët Allahu i ka dhënë shumë mira, me profetët edhe me njerëzit e vërtetë. Më njëherë mas tyre i përmend njerëzit e vërtetë. Mirë po kjo vëllezër nuk arrihet kur njeri nuk ndërmerr kur gjë. Arrihet me mund, edhe siç e përmend këtu Ibn Kaimi, me sakrificë. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa. Njeri muslimani pra vazhdon gjithmonë me kanë i vërtet. Edhe mundohet gjithmonë domthonë me kanë çka i vërtetë dhe me ia qellut vërtetës. Thot hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Derisa te Allahu të shkruhet i tillë, njeriu i tillë. Pra arrin këtë pozitë. Dhe pra duhet me pas pra luftim të vetes vëllazër. Derisa ta arrish këtë nivel, me luftu veten, nefsin tonë i cili urdhon për keq, edhe me luftu shejtanin. Allah vëllazër në Kur'an në shumë vende i ka lavdëruar këta njerëz që e kanë këtë cilësi, edhe e ka sqaruar vlerën edhe pozitën që e kanë te ai subhanahu wa taala. Çfarë vëllazër, vërtetësia nuk është vetëm fjalë pa punë, as nuk është vetëm punë në cilën nuk ka zemër të pranishme apo shpirt. Vërtetësia me Allahun subhanahu wa taala është kur bëhen vëllezër gjitha këto bash. Pasi shtam atje në fillim, kur ana jote e brendshme edhe jashtme janë një. Kur ti je stabil si robi Allahu subhanahu wa taala me zemrën tënde dhe me gjymtyrët e tua. Çka do të thotë sidq? Kjo është vërtetësia. Kur zemrën e ke të qëndrueshme në raport me gjërat e imanit, ato që kërkohen prej teje në aspektin e imanit, që ndërlidhen me zemrën tënde, e pa ashtu ato që e ke zemrën, e ke gjymtyrët e qëndrueshme në raport me ato që kërkohen prej teje, që duhet me i kry me gjymtyrët e tua. Por nuk është vetëm pretendim vëllezër. Shta Hasan al-Basri rahimahullah ka thënë, "Laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli." Imani, besimi nuk është vetëm bën ashtu dëshirë që e shpreh njeriu, apo vetëm diçka që hieshohet me to. Thot walakin al-iman ma waqara fi al-qalb. Imani është ai që ka zënë vend në zemër. Thot wa saddaqathu al-a'mal. Edhe pastaj çat iman që ai ke në zemër ta vërtetojnë punët e tua. Por nuk është vëllezër çështja vetëm me fol, me pretendu. Po duhet bëj bashk ana e jashtme me anën e brendshme, me bashkëvepru një ana me tjetrën. Çfarë vëllezër Allahu në Kur'an surën Al-Baqara kur i përmend një ajet madhështor, e përmend se çka është mirësia, kuptimi i ajetit do të përmend se me besu në Allahun,
me besu në ditën e fundit, me besu engjëjt, libra që i ka zbrit profetit. Pastaj thot wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. Edhe kur njeri i jep nga pasuria vet për të afërmin e vet, afërmit e vet, farefisin e vet. Wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil. U jep jetimve, njerëzve të ngratë, njerëzve të varfër, njerëzve që kanë met në rrugë, wasailin, ata që lypin, wa fir riqab, edhe për me liru robrit e skllëvrit, wa aqama as-salah, edhe namazin e fal ashtu siç është më së miri, wa ata az-zakata, edhe jep zakatin, wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, ata që i përmbahen premtimeve që ai kanë jep, e marrin fjalën, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's, ata që durojnë në kohët varfris, në kohët smundjeve, në kohët luftës. Ula, shikoni tash se përmbyll vëzër Allahu kur i përmend gjitha këto cilësi madhështore të besimtarëve, thot ulaika alladhina sadaqu, çita janë besimtarët e vërtet. Çka është vërtetësia? Wa ulaika humul muttaqun. Edhe çta janë ata njerëzit që e kanë frikë Allahun për nime. Shikoni se ka përmbyll Allahu këtë ajet, që më na tregu se do të mu bë bashkë këto dyja. Fillimisht i përmendi ato që kanë bëjnë me aspektin e zemrës, imanit, pastaj edhe në aspektin e veprave. Dyja do të mu bë bashkë, me përmirësu anën e brendshme edhe anën e jashtme. Andaj vëllezër, pra na duhet gjithmonë me pas përpjekje të mëdha, me luftu veten tonë, me luftu nefsin tonë, egon tonë, shejtanin e mallkum, që të gjitha veprat tona, jo vetëm namazi, me kanë tilla që në to ka vërtetësi, edhe me kanë tilla që na afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Nëse arrin këtë nivel, atëherë që kjo është ajo që kimi apo hajrin edhe komercial dobi kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Se Allahu thot në Kur'an, hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kjo është dita, pra dita e Kiametit, thot kur njerëzve që kanë qenë të vërtet e të sinqert, ju sjell dobi vërtetësia edhe sinqeriteti i tyre. Pra me kanë të vërtet, sinqert në raport me Allahun subhanahu wa taala, në çdo vepër tonë, në çdo adhurim tonë që me cilën ti e synon mu afru te Allahu subhanahu wa taala. Lozëna po ndalemi këtu duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na sjellë dobima që dëgjojmë, e lutim Allahun subhanahu wa taala me na shtu dijen e khairit. Edhe këto fjalë që ai thamte janë argument për neve, jo kundër nesh. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.